realisht ne si kompani kryjmë shërbim gjithë territorin e komunës Klinës, edhe paraprakisht kemi marrëveshje komunale që edhe iniciativat vullnetare të qytetarëve pa marrë parasysh çfarë lagje fshata qytet. Na si kompani, veprimtaria jone punës është që na kryjmë shërbim, grumbullimin, transportimin edhe deponimin, dërgimin deri në deponi të mbetërinave organike ose konkretisht mbetërinave që hahen edhe pijen. Na si njësi këtë shërbim. Me rastin fjalë, nuk është hera e parë, po 2-3 herësh, me kohën kur na jena njoftu rreth iniciativës të qytetarit, na si kompani jena kanë në shërbim, edhe kem kryer shërbim në momentin që e kena pas informatën. Po flasim për rastin e fundit, ne nuk na ka kontaktu kërkush prej anës të palës vullnetare që u kanë dy kryer shërbimin, këtë rast me lazime, ne na ka mu mas orës 4:30, më kanë kontaktu stacioni policisë në Klinë. Edhe si e ku marr informatën prej ty nëse gjendja është kështu, edhe thasë të mbetërinat janë të vendosur në vijen e barë në rrugën rruga që shpijen drejtim të Voljakët, fshatit Voljakë dhe Sfert. Mrena 20 minuta sa ke mujt, edhe pse ekipet në kanë të përfundu me orarin, kem quar ekip shtesë edhe në shkollë kanë kryer shërbimin. Asnjëherë nga ana jonë kërkush nuk është kanë as i kontaktum, as i njoftum, se në momentin që ishim kanë të njoftum, me kënaqësinë më të madhe na jemi të interesuar edhe me falendëru qytetarët edhe gjithë kush është ai njeri që kontribon që një letër mongi ose një gjësan rrugë mongi është në mirën tonë, në të mirën e qytetarëve. Policia më kanë kontaktu, tha, jem ty kontaktu, tha, e kem, tha, një rast në Voljak, në rrugën qështu, dikush ka marrë dhe ka hullë mbetërina, i ka qitë thasë me mbetërina në mes të rrugës, edhe nuk e pas diçka pak ma tepër, veç informatë, njoftimin a kanë dhonë ata dhe na njërën ma të mijem shku kem kryer shërbimin. Milazimi realisht asë njëherë nuk është që na ka kontaktu ne direkt. Po, varësisht prej o njoftim të komuna, o njoftim në organ dikush njërë tërthorëzi, na ka njoftu momentin që na ka njoftu na jem shku dhe kem kryer shërbimin e herë.